ke shqetësim ti Gim për bjerjen, po them, të një farë identiteti shqiptar, po jo në kuptimin butaforik nacionalist, po në atë kuptimin e marrëdhënieve të përditshme, të shëndetshme, tradicionale këtu mes shqiptarësh për shkak të globalizmit. E ke si shqetësim dhe si e shef? Do ta përmend ndryshe këtë. Ne kemi nevojë që të edukojmë njerëz që kur marrin përsipër ta duan këtë vend. Nuk mund të bësh asgjë pa e dash të vend. Mund të jesh i Zotit sa të duash, mund të jesh fenomenal, por pa dashuri për këtë vend nuk mund të bësh asgjë. Dhe ne duhet i kërkojmë atyre njerëzve që punojnë në Shqipëri për Shqipërinë, se mund të punosh këtu po s'punon për këtë vend. Duhet ta dush këtë vend. E di, një miku im do të udhëhiqesh nga dashuria për këtë vend dhe do ta shikosh të marrësh vendime shumë të mira nëse e do këtë vend. Një miku im e vërtet, e meriton. Një miku im më ka thënë diçka pak a shumë këtë gjë, unë se kisha menduar se ndonjëherë kur analizojmë politikanët dhe pse janë kaq të këqij, përgjithsisht u futemi atyre analizave të thella psikoemocionale, ekonomike dhe ai më tha, është e thjeshtë, thjesht nuk e duan vendin, tha. Kjo është arsyeja pse janë kaq problematik në thelb. E mendon ti këtë gjë? Që arsyeja e gjithë, nëse ne denoncojmë korrupsionin, problemet pafund 35 vjet, vjen për shkak se në thelb nuk e kanë dashur këtë vend? Po si mund të themi që e do këtë vend kur ka mundësi të bëj, domethënë dhe s'bën asgjë bën vetëm për vetveten, nuk s'bën asgjë për atë zonë, atë lagje, ato fëmijë, ato shkolla, ato, domethënë, pra ku nuk mana si përgjegjësi dhe ku nuk i bën, se mund mos të eci, nuk bësh atë mash përgjegjësi, ju gënjeva, ndjes, më thon, ju kërkoj falje. Mendova kështu. Por je i vetëdijshëm që nuk i je mbajtur. Ja rrugën dikujt që ta bësh, po duhet ta dush më këtë vend. Duhet ta dush më në fund fare, domethënë, se prandaj po them që këto që marrin përgjegjësi politike, duhet të kuptojnë që, domethënë, kur marrin përgjegjësi politike, e marrin për këtë vend, domethënë, këto kur marrin përgjegjësi politike mendojnë që i shpallin mbretër dhe mund të bëjnë çfarë duan. Ke parë njëri që të mendoj gjithë thonë e bëjmë për ju dhe kur vjen puna për të dhënë llogari, asnjë s'e jep llogari. Habitem se mund të shkojnë në spak, se mund të shkojnë duan të japin llogari. O zotëri, a thënë që ke bërë për mua, po unë do llogari nga ty. Çka ke bërë për mua? Pra unë kam dhënë votën. Është një përgjegjësi që ti e ke pranuar që në momentin që ke. Po të më kishe thënë, "Më jep votën të bëhem mbret", do ta kam thënë, "Okej, s'ke as i drejtë më kërku." Po të më japësh, po të më kërkosh votën me thënë që më jep votën se do tallem me ty 4 vjet, dhe unë ta kam dhënë, e ke në rregull. Në rregull, po. Po më ke thënë që do votoj për ty. Dhe prandaj ta kam dhënë votën. Pra, në këtë sens ne i kërkojmë llogari. Po të kishe thënë do tallem me ty, në fakt e kam bërë, janë në rregull, po s'ka qenë pjesë e programit, Shi është i madh. Gim, nuk e qenë se jemi te këto diskutimet e politikës. Mbase edhe për shaka, po themi, për ta dramatizuar këtë situatën për të cilën gjithë jemi konshient që është kështu si është. Nëse do ishte kryeministër i Shqipërisë për një ditë, ke vetëm një ditë kohë, 24 orë pa gjumë, çfarë do bëje me urgjencë? Cilat do të ishin detyrat kryesore? Vështirë shumë. E di që zorse mund të ndryshojë. Po di isha çik më shumë. Do më kishe marrë gjithë ditën kohë celularit të kthej përgjigje, do të thonë faleminderit tak ndarë natën. Ti përgatisje detyrat, po themi se pastaj detyrat i bëjnë. Cila do ishte gjëja më që ti e konsideron që është më e rëndësishme dhe më urgjente për vetëm një gjë? Se 24 orë çfarë do bësh? Do të përjashtoja nga vendimarrja çdo njeri që do konstatojë që nuk ka dashuri për atë që bën. Bukur. Okej. Nuk e prisja, këtë përgjigje nuk e prisja. Mendova çdo njeri. Nuk e prisja se dia që do të pyes. Çdo njeri të korruptuar, mendova çdo njeri që ka bërë. Jo, veç të vesh gabime, domethënë të kesh konceptin e korrupsionit, po mos ta kesh qëllim, nuk e di, domethënë këto pikë, nuk e di se ka disa nivele korrupsioni ka. Po më i fortë është ai morali, për kur ti nuk ma përgjegjësi për gjëra. Ose kur ti di çfarë ndodh. Edhe fetarisht. E keqja një vendi nuk i vjen nga ato që bëjnë gabime, i keqja një vendi vjen nga ato që krenohen kur bëjnë gabime. Dhe ne jemi kjo pikë. Pra ne trishtohemi, sepse ato krenohen që janë taf me vjet. Si thonë për shkak të vështirë ne do themi më fal, pranojmë përgjegjësi. Ora diku jemi në këtë pikë, domethënë jemi në ekstrem. Themi bravo qof filani bir kurve ai ditë vjeti. Kurse ky tjetër gjuna i ndershëm, ky është i mirë. Do të thonë kjo është trishtim i madh, domethënë si mund të themi për këtë? Dhe jemi te pika alarmante që prindit kanë frikë me i thënë fëmijëve bëu i mirë, bëu i ndershëm, se është kryer ideja që po të jesh ndershëm është e kot. Është i mirë i shkreti thonë. I shkreti po gjuna i shkreti shumë i mirë gjuna. Domethënë dikur e thoshte Balzaku këtë që shumë bukur thoshte. Gocat thotë ke çunat e këqij shikojnë anë të mira, kurse ke çunat e mirë shikojnë anë të këqija. Pse? Nga që për shembull Egoni është shumë i mirë, po këtë e ka të keqja, madhe fillos mallohet e keqja dhe mbetet vetëm e keqja. Gimbaçi, domethënë është i keq, po këtë e ka të mirë dhe fillos mallohet e mira dhe mbahet më të mira. Edhe këtu në këtë pikë ne jemi këto domethënë diskutimi të çuditshëm. Ore,
do shkojmë drejt një raporti që ka të bëjë që t'i themi njerëzve që ore po të ishim ndershëm, nuk është gabim, është gjë shumë e mirë, ore. Po zbatosh ligjin është gjë shumë e mirë. Kemi krijuar idenë që kjo është kotësi dhe e di sa prindë janë hall të madh apo. Se mendoj që do rrisin fëmijë të pa aftë që do jetojnë në shoqëri. Dhe unë i them, dhe do vazhdoj t'ja them, mësoni një fëmijë të dashuri. Mësoni një fëmijë të duan se të keqen do ta mësojnë në jetë. Po nëse ti mëson me të keqen të mirën, ku do ta mësojnë ato?